Evan! Evan! Should we go to daddy? Oh, hajde mami. Hajde. Which one am I? On bargains. Oh, what did you do? Shikon gocën ma? Fix të fix. O kërë ishte i kutita sot, Iku. Gjusë ore ca. No, shive. Prandaj vim on bargains në... Ja. Tani ikim nga Home Bargains në Farm Food. Vezët ishte një kuti, një pound. Marim edhe çaj bie, shu peshk, ton. Në oil nuk e dua këshu. Do provojmë edhe këtë, se s'kisha provuar në njerë unë. Edhe tha marrë dhe provoshta edhe këtë. Kështu që, yeah, we're trying this one. Dhe sot kemi ndonjur nga një dyqan tjetër, në ideja ishte që ta mbyllnim si pazar. Nuk gjeta lule shtrydhe dhe ca gjëra tjera që dore. Nuk këto frutat vogla le të themi. Mirë pa mund t'jetojmë dhe pa to. Ka marrë pjeshk banane. Mexico is in America, Latin America or South America. Edhe kështu. Evanin e ka zënë gjumi. Tani ne u lodhëm duke për pazarit, mirë po guess what? Unë do shkoj të sistemoj dhe njerë në shtëpi. Është vap, kemi vënë pishin në ujë që të ngrohet. Evani po flem, kështu që kur të zgjohet mbas ditës dhe mbas ditës tani ka deri në ora 9 të darkës ersohet, fillon të ersohet, perëndon dielli. Edhe edhe Evani me Bianca mund të luajnë atje mbas ditës. Nuk do gatuaj sot sepse kam gatuar dje edhe kam shumë sot, domethënë ka tepruar goxha. Asgjë ja kështu, zakonshme. Shkova te Farm Food, bleva ca gjëra, por nuk gjeta shumë gjëra që doja, nuk gjeta qiqra, nuk gjeta fasule, nuk gjeta këto. Kështu që nuk e di, ata po e hapnin mallin në fakt ku shkuam ne, po e hapnin fulizimin. Edhe nuk është si ishte ta qertë, si ishte ore 12 e ca, kështu që se kuptoj. Po, nejse. Presim Mario në të vi edhe ikim. Erdhëm në shtëpi, se mova pazarin, edhe tani mendova t'ju tregoj gjërat e Home Bargains, duke qenë se jam një herë në ca kohë shkoj atje, ndërsa ushqime janë fundit. Këtë që unë e marr edhe rimarr prej më shumë se 5 vitesh tashmë. Është shumë e mirë, i mbledh të gjithë leshrat, qimet, pushin, në rast se ngelet nga fshesa, zakonisht nuk ngelet, se mos po përdore fshes në korrent. Mirë, po kjo është fantastike. Edhe është kjo pjesa që lëviz kështu, mbushet me ujë, spray mop ose leck që ti e bën spray edhe më pas e lan me këtë. Mua më pëlqen personalisht. Kam provuar edhe të tjera, përdor edhe të tjera, mirë po për çdo ditë kjo është fantastike, e heq pastaj këtë. Unë e laj me dorë, një herë në ca kohë e vë dhe në lavatriçe kur vë gjithë shtresat e banjos. Mirë po, për ndryshe është shumë e mirë. Mua pëlqen e thash, e blej dhe e riblej. Te kjo këtu vë ujë edhe solucion. Dhe për shumë bjanë që është pishina. O Mario, që bën piskurishti mo? Edhe këtë e mbush me ujë dhe me solucion edhe e bëjsh spray atje. Është shumë vapë. Kjo është nga Home Bargains. Home Bargains, kam ardhur në fillim në Angli. Dyqani që ishte afër punës time ishte Aldi dhe Home Bargains. U mësova në fillim e bëja shopping vetëm te Tesco, më pastaj kur pash variacionin e Aldit, bëhet fjalë këtu edhe pothuajse para 10 vitesh tash, kështu që gjërat kanë ndryshuar. Kjo është për plumrat, edhe kjo më pëlqeu, është e njëjta firmë si ajo. Në fund fare më pëlqen që ti e heq këtë. Ha zemër. Ai hiqet edhe i vjet prap. E fut në lavatriçe, e lan ose e lan me dorë, si të duash ti. Edhe mendoj që është goxha convenient. Po thitet kështu që ti mund ta kalosh ku duash, kështu që nice. Se vetëm një gjë e keqe e kësaj është që nuk zgjatet, le të themi, po është okay. Kështu që edhe kjo. Çfarë mora? Unë sa herë shkoj në Home Bargains, marr nga këto kapset kështu, sepse
sidomos në plazh mund t'i kap një këtu edhe nga që më bëhen çik flokët flamsh, 2, 3, 4. Çfarë mora tjetër? Boj, washable paint. Unë me Biancën kam pas përdorur gjithmonë washable paint. Mirë po nga që Bianca pastaj u rrit, edhe i bleva boj normale, edhe djali pastaj merr bojën e Biancës dhe e ka zgaravitur mobilje, mur, çdo gjë. Edhe nuk po gjej diçka që të lahet muri me mos t'i bjerë boja. Kështu që derisa ta gjej atë gjën, nëse dini juve në gjë më thoni, e kam gjetur një, po nuk ka këtu në Anglisi ajo. Ishte më duket diku andej nga Polonia një gjë e tillë. Edhe sa herë që vjen gjasme këtu në Angli është out of stock, kështu që nëse vjen e kam bërë që të më bëj kështu, të më vi mesazhi në mënyrë automatike edhe ta marr. Nëse kjo është një bojë që mund të lahet, mund të lini fëmijët të bëhen lëmsh sa të duan, i lanë në mënyrë perfekte. Mora gjithashtu për Evanin më shumë, këto me kafsh, me forma, me yje, me gjëra, edhe Bianca e ka pas dashuruar këto, kështu që jes edhe Evani. Një kështu për Marion, një kështu për mua. Mora pas dhëmbësh për neve, pas dhëmbësh për kalamajt. Po kjo, pas dhëmbësh për Biancën, ky për Evan, kjo për neve. Well done. Fuça dhëmbësh ne Evan Bianca. 2 shampo për fëmijët, për trupin edhe për kokë dhe trup. Mora 2 nga këto rezervë për leckën. Një vjen vet ajo, 2 mora unë. Ti kemi kështu. Prap kështu gjërash. 2 nga këto ripa për valixhe. S'kem pasur në njerë, po ideja është që ja bëjnë dhe mu në aeroport. Jo se ne si njohim valixhe tona këtu e kilometre larg. Bianca ka ditëlindjen, kështu që javës tjetër unë do kem duke bërë një tort edhe do mundohem ta bëj me ngjyra, kështu që mora blu edhe të kuqe, që njërën nga ato keka të bëj të kuq, tjetrin blu, edhe kaq ta vë pastaj në furrë të pjekur. Presupozohet që kjo nuk është vajore, është si ujë, por që të mbron nga dielli, edhe mendova që është nice për ta marrë, sidomos kur lëviz unë, sepse unë nuk, kjo video do postohet një 2 javë më vonesë, mirë, po kjo javë që ka qenë java fundit pothuajse e qershorit, sot është data 27. Po, ka qenë vdekje, një vap e tmerrshme, ka qenë 38 gradë, edhe neve na thanë hajde një merrni fëmijët në 1:30, mua pak të shkolla e Biancës, edhe çfarë bëja, u merrja djalin në orën 1, pastaj derisa shkoja tek shkolla Biancës avash, i vija të shedin ati të shkretit, po vdiste vapa ai, unë të gjithë kullonim, vinim shtëpi të 3 dush, dhe pastaj vazhdonim të 3 punë. Do me nuk punën ata i qepet. Ai bloku që kam unë tek puna e shënimeve sikur është drejt fundit, edhe mendova të marrë një tjetër. Më pëlqejnë këto që janë kështu, sepse e puthit kështu, edhe punon këtej, punon të shkruan këtej, dhe më thënë është okej, është okej. Më duhet 99 ishte ky, 99 cent gjithmonë. Edhe pastaj gjithashtu mora fletore që kisha shumë kohë pa parë fletore, shumë kohë. 3 fletore, ideja është që t'i marrim që të zhgaravisin fëmijët ose ato stampat apo çfarë do lloj gjëje që duan. Edhe nga këto librat pastaj me stikera, të ishin 79 pence secili, nga 3,99 75 ky. Ishte ky, edhe ky, edhe ideja është jo vetëm për aeroport, po edhe në Shqipëri, ku t'jepin në lokale të ndryshme, tjerë, do bëj sa do bëj punë telefoni, mirë po, unë mbaj mend që Biancën e mbanim shumë të impenjuar me këto. Evani nuk është edhe ai, që Evani është shumë ndryshe se sa Bianca, po besoj se gjithë djemt janë ndryshe nga vajzat. Edhe kjo është. Tani, unë i sistemova të gjitha këto, do mundohem të sistemoj ca gjëra nga dhoma ndonjës, ndërkohë që Evani po fle. Edhe pastaj do laj një 2 rrugica të vogla, ose ndoshta t'ja nxjerr marrë se ato thjesht duan të fërkuar kështu, nuk është se kanë njolla. Edhe ndoshta i nxjerr për jashtë të marrës laj këto. Ta bëj një herë, hajt më pse jo, maksimumi jo do më thotë. Nëse unë kisha veshur sot
Të Tusani që është nga Marks and Spencer. Kam filluar të pëlqejnë shumë tani këto që janë shumë me xhepa. Jo tani, në fakt kam filluar më pëlqejnë gjithmonë. Edhe si më duket kjo ngjyra kështu pak si pale, pak si ngjyrë weird. Po e bën punën, më mban fresh, ka përmbajtje linoje dhe ky linoja ndonjëherë dhe sikur të zapullon pak. Kam për të larë shumë rroba, mirë po ato do t'i bëj nesër, se sot nuk kam plan të laj tani. Sa është ora tani? Ora është 2:30. Duhet ftohtë të kënaq shpirtin. Edhe këto, ishim në mëngjes, bëm ca syze për Marion. Them ca syze sepse bëm dhe syze dielli dhe syze optike. Edhe nuk donim që t'i kishim 2 në 1 siç i bëri herën e fundit, sepse nuk më pëlqente që kur nuk ishte dielli fort, ngeleshe si gri dhe dukeshe shumë si plakur në fytyrë, nuk më pëlqente. Kështu që zgjodhëm të bënim 2 copa. Kësaj radhe i bëm tek Specsavers, herë tjera i kemi bërë në Boots. Edhe kur i kemi bërë në Boots, një palë syze i kemi bërë diku te 550 pound, ndërsa këto në Specsavers na kanë bërë diku te 355, një gjë e tillë. Po ja 350, 360, bëjnë një diferencë madhe, edhe janë 2 palë. Tani, me thënë të drejton, t'i shohim, besoj se janë cilësi e mirë, sepse nuk kemi të parët ne që bëjmë. Mirë po, edhe skeleti që zgjodhëm, fakt e zgjodhëm, më pëlqyen të 2, edhe janë çik kështu që kanë çik të pjesën që përthyen nga ana tjetër, sepse Evani t'i shkatron. Evan ja thylli 40 vjet Marios, që bëri ato në Shqipëri, e mbajti pothuajse një vit, derisa tani thash unë do bësh një palë këtu. Sepse nuk e di, kisha ato idenë time që ndoshta si kam bërë dhe aq mirë dhe aq saktë, edhe nuk e di. Gjëja e fundit, se unë ndrova shpejt, po gjëja e fundit edhe të iki, do t'ju tregoja këto që i mora për Biancën. Vura re që kohëve të fundit po i shkulja shumë flokët me liset e flokëve, pavarësisht se isha provuar disa lloje tjerë. Edhe e shikoja që unë ja hiqja flokët dhe gjeja shumë qime atje dhe nuk po më pëlqente kjo gjëja. Kështu qime të kputura, jo se po i shkuleshin, po i binin, po ishin qime të kputura dhe ndonjëherë gjëja edhe këtu që ja bënte një kërc kur ti i hiqe bishtin. Edhe këtë e kam hapur, prandaj e kam kështu, mora 2 si puna këtyre, bashkë me dërgesën më bën diku tek 16 pound. Besoj se janë shumë të mira, kishin review më të mira në Google, edhe mua me thënë të drejtë më pëlqejnë shumë. Tani do doja të kishin ardhur në një paketim jo kështu, pak më ndryshe, ku ti mund t'i baja të gjitha një kuti, mirë po besoj se janë fantastike, edhe i kam marrë Biancës të zeza, po edhe kështu që të mos i bien shumë sy me ndryshimin e ngjyrës flokëve. Kështu që nëse dhe juve po vuani nga kjo pjesa që ju bien flokët, shikoni çfarë është më e mira për juve, për flokën tuaj. Më fal që po të pres me kolegët e tu. Ku isha ajo që mbushon në ujë? Po ku ti gjon ku është? Ata lashtin, në? No. Këtë e mora kështu, laundry basket, mirë po unë nuk e kam marrë për të vënë rrobat, e kam marrë për të vënë soft plush toys, ato lodrat pellushit vogla që ka Bianca lart, edhe ka pas një jeshile të vjetër, që me thënë drejtën është coptuar ajo, edhe ja vlen tani thash të ketë një të re. Edhe ja. Nuk është se është wow kush e di, është thjesht laundry basket. Edhe më pëlqen sepse i vë të gjitha ato plushtojt këtu, edhe i ke të sistemuara disi. E mora kështu të thjesht. Jo me gjë kush e di. Ndorroj dhe kjo se ndorroj do hidhet. Sonreír, quiero darte un beso, un gusto. I want to stop. Cause I'm too messy. E më duk si kur pran meje ishe shti.
Dhimbja vjen si një jetë. E u bie ngri, atje ku je atë mungo. Evo, maca, mama. Pis, 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 pis. Maci, maci, pis, 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 pis. Pis, pis, pis. Pis, pis, pis. Si, vemo, mami. Ha. Cuddle, cuddle, maca. Ha, mami. Maca. Dhe japës të hajt Barti? Ha? Nuk e hungry? Oh. Hajde, let's go. Është e hënë, 8 qerek, edhe fëmijët i çoj Mario në shkollë edhe në kopër sepse e ka pushim sot edhe nesër. Edhe kam pa egzagerim 10 minuta që po riullur të divani dhe po dëgjoj vetëm atë tik-takun e orës, edhe është një qetësi absolute. Tani duhet të çojmë bën gati, sistemojnë çik vendin, një fshes një leck shpejt e shpejt, sepse është pastruar gjatë fundjavës, është pastër, është okay. Të sistemojnë çik lodrat. Unë e di, shtëpia ime duket gjithmonë me lodra me gjëra. Mirë po. Këto dy jastikët nuk i heq dot sepse është mermeri poshtë, edhe djali me vajzën tentojnë të hidhen atje. Tani ata mund të hidhen sepse është jastiku, mirë po, derisa të bëhet djali një 4 vjeç, unë nuk i heq këto. Tani këto lodrat, unë heq edhe çoj lart, Bianca me Evanin marrin nga lart sjellin poshtë. Kështu që më duhet një ditë sërish të merrem vetëm t'i organizoj dhe t'i heq qafe këto që kam këtu. 2 kariget e fëmijëve do jenë aty sepse ashtu duhet. Bianca që se përfundoj mëngjesin, karigja ime rri gjithmonë e shtrirë ashtu, sepse nuk dua që t'hipin fëmijët lart edhe vinë te librat që kam këtej edhe t'i shkatrojnë. Perden e shtyva më andej dhe vura atë ditarin tim aty që të më japi më shumë hapësirë te parmaku i dritares. Këtu kam rrobat që u zhveshën fëmijët edhe do t'i çoj lart. Pas meje është peshqiri që u lan mbrëm, që unë se kuptoj pse vazhdoj ta vë aty prap, po hajt më. Do bëj këto, mirë po më shijonte kaq shumë ky mëngjesi, kështu i qetë, i ëmbël, i but, i bukur, nuk e di. Nëse get up Vera, ciao, edhe do bëj gati këto dhe të hap dhe laptopin tim.